Në një kohë që mbaj seanca ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj në ambientet e gjykatës së posaçme antikorrupsion, u paraqit edhe socialisti, që synon të jetë kandidat për ta pasuar në detyrë. Deputeti Erion Braçe zgjodhi të ishte fjalë pak dhe të mbante një distancë etike ndaj procesit që po ndiqet për Veliajin, megjithatë u kujdes të kujtonte parimin e prezumimit të pafajësisë. Nga ana tjetër, ai u pyet edhe për kandidimin e tij të mundshëm për kryetar të Bashkisë së Tiranës. Jo, nuk u pajtuam sepse unë besoj që pala tjetër ka bërë një padi përgjithsisht politike dhe të rreme, nuk duhet marrë leje diku që të pajtohet ose. Lejon të bëj një pyetje. Keni një koment ju një sfidant për Bashkinë e Kryeqytetit nga ana tjetër po sot kë do të sfidojmë? Veten duke marrë votat. Po sot kolegu juaj politik zoti Veliaj është në një proces. Në gjithë me një sallë që ishit dhe ju. Do me thënë... Keni një koment për këtë? Jo, ajo që duhet them unë është që besoj unë që gjithë me politikanët, proceset gjyqësore apo vendimet e gjykatave nuk duhet i diskutojnë. Kështu që unë do vazhdoj të bëj një gjë që kam bërë deri tani, që mos komentoj as prokurorët, as gjyqtarët. Secili ka pozicionin e vet dhe është në drejtën e vet. Ajo që po mund t'ja u them, edhe që është edhe arsye që shpeshherë unë kam folur për të në parlament, ka të bëjë me faktin që liritë dhe drejtat e njeriut, prezumimi i pafajësisë, barazia në proces janë elementë shumë të rëndësishme që janë lakmusi kyç për demokracinë tonë. Deputeti socialist Erion Braçe u paraqit kështu në gjykatën e posaçme antikorrupsion për një padi për shpifje.